Projekt ligji i bashkëjetesë së vështirë në pallate ja si do të rregullohet jeta e banorëve. Në qytetet e dendura të Shqipërisë, ku ndërtesat rriten më shpejt se mirëkuptimi mes qinjve, jeta në pallat është bërë një provë e përditshme durimi. Ashensorë që nuk funksionojnë, shkallë të papastruara dhe ndërhyrje pa leje në hapësirat përbashkëta janë kthyer në pamje të zakonshme dhe në emër të këtij kaosi urban qëndron një dështim. Administratori i pallatit, një figurë që ndonse parashikuar me ligje shpesh, inekzistente ose pa ndikim real. Një seri probleme të përditshme bashkëjetese në komunitet lidhen me mënyrën sa administrohet bashkëpronësia. Ligji kërkon detyrim që për çdo objekt të dalë një certifikat e përbashkët bashkëpronësie. Të gjithë elementët që janë pjesë e bashkëpronësisë shënojnë një certifikat pronësie speciale, është shprehur ministri Mazniku. Pikërisht për ta përmbysur këtë realitet, Ministri i Shtetit për Punësim Vendor, Arbian Mazniku, prezantoi së fundmi në Komisionin për Ekonominë dhe Financat projekt ligjin për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesa. Ligji risynon përmirësimin e menaxhimit të hapësirave të përbashkëta dhe rritjen e cilësisë jetës në komunitetet urbane, një përpjekje për t'i dhënë frymë të re, një sistemi që deri më tani ka dështuar të funksionojë në praktik. Krijohet një komision në çdo bashki që funksionon si entitet administrativ për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve deri në këtë vlerë. Njerëzit mund të avijojnë mosmarrëveshje në gjykatë nëse nuk bien dakord, shton Mazniku. Qëllimi është i qartë, të krijohet një model funksional administrimi, ku përgjegjësitë të jenë të ndara, detyrimet të jenë të qarta dhe ndërtesat të mos jenë thjesht struktura për hapësira të jetueshme të menaxhuara si komunitete, por për ta bërë këtë të mundur duhet më shumë se sa një projekt ligj, duhet angazhim qytetar, zbatim i rrept dhe mbi të gjitha besim i rikthyer në administratorin si figurë kyçe për jetën urbane.